70% i buxhetit të shqiptarëve sot shkon në shtëpinë e Belinda Ballukut. Të rinj dhe treja që sot nuk gjejnë dot shtëpi për shkak të trafikantëve që pastrojnë parat në Shqipëri, të rinj dhe treja që nuk marrin dot më as shtëpi me qira, jo më vetëm mund ta ndrojnë të blejnë një shtëpi, për këtë Belindën nuk janë problem. Për Belindën e Greqisë nuk janë problem. Pse nuk janë problem? Sepse kjo zgjidh hallet e veta. Çuni i Belindës, se këta kanë para boll duke u vjedhur shqiptarëve, e merr dhurat shtëpinë 130 metra katror. Çuni i Belindës dhe e ka deklaruar Belinda këtë. E merr dhurat dhe ka në shumë para sa as nuk jeton tek ajo shtëpi. Sepse jeton në Vjenë. Çuni i Belindës jeton në Vjenë. Por ka shtëpinë, dhuratën kush do t'ja bëj dhuratën? Ja ke bërë gjë ti dhurat? Dhurat ja bën Lubia, se Lubia ka para sa dush, ka para tuaja.